Nata e Kadrit është një nga netët më të vlefshme dhe më të rëndësishme në jetën e një besimtari. Një prej sureve të Kuranit famlar, Allahu e ka emërtuar pikërisht me emrin e kësaj nate, Surja Kadr. Allahu e cilësoi atë si nata me të cilën ka zbritur Kurani, për të cilën thotë: vërtet ne e kemi zbritur atë në natën e Kadrit. E cilësoi atë si natë të begatshme, për të cilën thotë: vërtet ne e kemi zbritur Kuranin në një natë të begatshme. Njëkohësisht e cilësoi atë si nata më e mirë e vitit, për të cilën thotë: nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Këto përgëzime hynore janë aq të qarta dhe aq të forta sa nuk lën asnjë vend tjetër për koment. Për vlerën e kësaj nate mësojmë edhe nga hadithet e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, për të cilën thotë: ai që e kalon natën e Kadrit me adhurim, duke besuar me sinqeritet për vlerën e saj, i falen të gjitha gjunahet e mëparshme. Gjithashtu vlen të theksojmë se kjo natë ka arritur një pranueshmëri të gjerë edhe në shoqërinë tonë shqiptare, ku njihet tashmë si nata e mirë e muajit të bekuar të Ramazanit. Prandaj agjëro edhe ti në mënyrë që të përfitosh sa më shumë nga begatia, mirësia dhe amnistia e madhe hynore në këtë natë.